Po, është e vërtet që na I kemi kushtu shumë rëndësi të madhe arsimit edhe rinisë, të pas parasysh që rinia po largohet nga vushtëria, nga Kosova, po jetë vendi boshatisur, ndërka që të kjo pjesë e ekonomisë, dhe me thonë, kemi pas problemin ma shumë për shkak të një kontrate kolektive që pa drejtësisht ju kanë marrë paret komunave, e kjo ka prek edhe komunë e vushtërisë me 10.264.756 euro, për një mandat që I bie 45% të buxhetit për investime kapitale. Dhe prandaj na nuk kemi mujt me realizue disa projekte kapitale, edhe pse tham kështu ballë hapur që ka filluar një transformim real I infrastrukturës së qytetit të Vushtrisë, dhe me thonë me shumë projekte të realizuara, me një pjesë të tyre, dhe me thonë të pa realizuara dhe do të realizohen. Ndërka që arsimi me që vi vetë nga fusha arsimit dhe konsideroj që në këti veni I vyn një arsimim cilësor, I vyn sidomos investimin në arsimin bazik, në arsimin parafillor, parashkollor, dhe ato që akum dash me bane të rinia kam punu në 2 drejtime, dhe me thonë një drejtim ka qenë orientimi në karrierë I drejti tyre, mënyrë që të rriton mos të kryin, dhe me thonë shkollim që nuk e kërkon tregu I punës, dhe ato kom pa kur I kom hy në statistikat Kosovës, kom pa dhe me thonë cilat profile I kemi që kemi prodhu kuadro jashtëzakonisht shumë, dhe ju kemi qas profileve tjera, kështu që kemi investu dikon afër 700.000 euro në zhvillim në kapaciteteve të tyre, në bursa studimi për të rritë, sidomos në fushat deficitare, si që janë arkitekturë, inxhinieri civile, mjekësi, mandej shkencat e teknologjisë informimit, komunikimit, programim në fushat të ndryshme të programimit, si që janë, dhe me thonë, mobile app developer, web developer, game developer, shumë profile dhe inteligencë artificiale. Për këtë arsye na kemi nënshuar një marrëveshje bashkëpunimi edhe me York University, një universitet në Mbretërisë Bashkuar, pikërisht në këto profile ku të rinjtë e vushtërisë kanë përfitu bursa edhe nivel bachelor edhe nivel master, dhe me thonë programim edhe inteligencë artificiale dhe psikologji klinike. Megjithatë, nëse më lejon këto investimet në arsim, që për cilat po flisni, që janë edhe këtu të raportuara se kanë ndodhur, nuk janë që shihen shumë në kuptimin e një ndryshimit të madh të qytetit. Se njerëzit ma shumë po dojnë infrastrukturë, pamje, sheshe, nënkalime, mbikalime, gjërat të dukshme të cilat po identifikojnë një kryetar si punëtor apo si transformim të qytetit, ndërkohë kur investon në arsim, që është mas miri, do me thënë investimi maj mirë, nuk është që duket shumë. A mendon që kjo mundet ty me dëmtu në këtë garë për mandatin e dytë? Apo... Jo, nuk mendoj, bile shpesh kur ma kam bo dhe gazetarët pyetjen cili është investimi, do me thotë projekti maj madh, unë fillimisht ju më sqarua rreth projektit, se unë projekt e konsideroj do me thonë investimin në arsim, në dije, po megjithatë nuk I kemi lënë anash edhe investimet kapitale, sepse e përmenda... natyrisht, se do të flasim. E përmenda më herët që jenë bo transformime, vetëm me u rikëthy në vitin 2021, për shembull vërshimet që kanë ndodhur në komunën e Vushtrisë, që Vushtria është një qytet që për shkak të pozitës strategjike, do me thonë atakohet shumë nga ujrat që vinë nga Lumet, nga Drenica, nga Lapi edhe nga Lipjani, dhe vitin 2021 ka pas vërshime për mbytje të mëdha që ka pas dome në vlerë mbi 5 milion euro. Në fillim, si ku marrë mandatin, na kemi rregullu shtratin e lumit Silnica, mandej kemi bo pastrimin e lumit Silnica edhe të 70% të gjithë lumeve, dhe vërshimet e vitit 2023, do me thonë, Vushtria ka shpëtuar. Për shkak të investimit në lume? Për shkak drejt për drejt, do me thonë, të investimit edhe të asaj që është një shprehje popullore, është mirë me mësu me gabime, prej gabimeve të tjerëve, do me thonë jo prej tuave, dhe unë e ku marrë ato që ka ndodhur në vitin 2021, për mos me ndodhë dhe ma vonë I kemi pastruar shtretërit e lumeve.